Vendimi i presidentit Amerikan, Donald Trump, për të pezulluar për 90 ditë tarifat e larta për të gjitha produktet e importit ka rikthyer një atmosferë optimizmi në tregjet globale. Të njëjtën, aksionet në bursat europiane kanë regjistruar rritje të ndjeshme, me bursën e Frankfurtit që e çoi vlerën e aksioneve në një rritje prej 7.5%, ndërsa Milani e pasoi me 7%. Tregu i Tajvanit ka shënuar një rritje të jashtëzakonshme prej 9.3%, ndërsa bursa e Tokios në Japoni u rrit me 9.1%. Sipas ekspertëve, kjo rritje e tillë e vlerës së aksioneve nuk ishte parë që pas pandemisë. Kjo lëvizje pozitive pasoi një mirëpritje të gjerë të vendimit të Trump nga liderët ndërkombëtar. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e quajti një hap të rëndësishëm për të mundësuar bisedime më të thelluara për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare. Ajo gjithashtu u shpreh e gatshme për të negociuar me SBA-n, sipas kërkesës së presidentit Trump. Kryetari i Kristian-Demokratëve Gjerman, Friedrich Merz, vlerësoi se pezullimi i tarifave u mundësua përmes një qëndrimi të bashkuar të vendeve të BE-s. Po ashtu, kryeministri polak Donald Tusk tha se 90 ditët e ardhshme duhet shfrytëzuar për të arritur një marrëveshje dhe për të mbajtur marrëdhëniet e mira me Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Pekini reagoi negativisht ndaj vendimit të Trump, duke akuzuar atë për veprime egoiste. Zëdhënësit e Ministrisë së Jashtme të Kinës e cilësuan vendimin si një kërcënim, pasi SBA shpalli një rritje të mëtejshme të tarifës për produktet kineze në 125%, si përgjigje ndaj tarifave hakmarrëse prej 84% që Kina kishte vendosur për importet amerikane.